nisur akuzën tonë me këtë monopatinën që kam mbritur tani live në studio, se thatë që i ndaluat, ja dëgjoni akuzuesin tonë. Rigel Xhemollari është me ne, ata kanë bërë një lëvizje shumë të bukur, që është një lëvizje proteste, edhe protest për monopatina, shumë interesante. Erdhe deri këtu me monopatinë, Unë kam ardhur me mjetin më kriminal për momentin për policinë e shtetit, me monopatinën elektrike. Po, se doli ministri aso kohë dhe tha, do ndalohen të gjitha, po... Do ndalohen dhe do lejohen më vonë, tha, po sikur Të me thënë, ju mund të shikoni makina që hypin trotuar, që parkojnë 2-3, që motora që hypin të qytetarët, po nuk kemi parë policë që vrapojnë pas tyre. Të vetmit policë që kemi parë që vrapojnë, janë ata që ndjekin monopatina dhe të rinjë. Që nga padër është shpallur armike? Po, është armike e shtetit, është mjeti mi kriminalizuar për momentin, dhe me urdhër të ministres, në fakt, të brëndshme, ish ministres. Që është zëvendës kryeministre tani, po? Dhe ish drejtorit policisë, sepse janë bërë të dy ishte. U bën të dy isha një ditë pas protestës tonë, jo se bëm në protest, por sepse mendoj që kanë marrë vendimet të cilat kanë shkaktuar pasojat e qytetarët. Se qa pasojat është shkaktuar? Po ja, për shembull, në rastin tonë, janë 10.000 përdorues monopatinash në Tiranë, të cilët me zero kosto, me zero ndotje dhe me shumë eficiencë shkonin në vendin e punës, shkonin në universitet, shkonin në shkollë, shkonin në spital. Tani akuza jote është për t'i ndaluar apo për t'i lejuar? Për t'i lejuar, sigurisht. Për t'i lejuar? Jo, unë jam kundra një. Jo, unë jam kundra që... Po pse e kundër? Sepse ata nuk kanë fare norma ecje në kryeqytet. Ne nuk kemi kundër normave, ne nuk kemi kundër regullave. Po si do t'i kontrollosh ato? Po t'i ndalojmë dhe makinat atëre. Po si do t'i... Pa tjetër t'i ndalojmë, po. Po mirë shkojmë të Gomari. Po atje të shkojmë. Atje të shkojmë, pa tjetër. Po. Atëre, qëfar i kemi kërkuar në ministrë? Ato hecin, e di si hecin ata? E di si hecin ata? Si do t'i rregullosh normat e tyre ti? Si që ka reguluar Gjermania, si që ka reguluar Portugalia, si që ka reguluar Greqia. Ato monopatina, dhe këtë nuk po improvizojmë live në studio, se unë e dija sikur ti ishe këtu për ti... Nuk ma tregoj deri në fund deri, jo, nuk jam ministri. Jo, shiko tani. Ato janë bërë për të lëvizur në për kapanona njerë. Nuk janë bërë për të dalë në rrugë, po është e vërtet. Nuk është e vërtet. Po, shumë e vërtet. Unë kam parë në rrugët e Selanikut. Ato janë bërë për të lëvizur në mes të kapanonave në për... Janë të tjera ato, janë me kapacitet tjera. Po si ja kufizon shpejtësinë asaj ti? Sepse ti mund të prodhosh dhe ka monopatina që nuk e kaloj 25 km/h. Sa kilometra në orë ecën ajo? Kjo ecën deri në 30, por unë asnjëherë nuk e kam çuar tek 30. Po ti të duken pak 30 kilometra në orë? Nuk e kam çuar te 30-a, nuk e kam kaluar. Se 30 kilometra në orë duhet të eci makina në kryeqytet, domethënë. Çfarë kemi kërkuar ne është që të ketë rregulla, pra ne nuk kemi kundër rregullave. Dhe ministrja tha që t'i hequn, do t'ja urëmbej, sepse kjo është pronë, është si celulari, ja urëmbevi. Janë komisariate, 1 milion euro të pronave të shqiptarëve sot janë komisariate. Po ndryshken edhe po plishen sepse ato kanë bateri dhe bateria nuk ronë më shumë se 3-4 muaj. Dhe tha, 1 muaj do nxjerrë rregullat, tha, do vini kokoren, do kalonin korsit e biçikletave. Po mirë, cila ishte akuza njërë dhe cili është sugjerimi për zgjidhjen e kësaj gjëje? Akuza se që unë jam pro mbledhjes së këtyre dhe mos lejimit të tyre, unë jam 100% pro. Po patjetër ti nuk je përdoruese, ti nuk e përdor dhe sigurisht je kundër. Jo, unë jam përdoruese biçikletës, mendoj që edhe mediat sigurisht kapin pleqt në rrugë e thonë jeni pro apo kundër monopatina. Ata s'janë përdorues. Jo, nuk ka lidhje me plesht, jo, nuk ka lidhje me plesht, ka lidhje me shëndetin e të gjithë qytetarëve që ecin. E di si ecin kësheshi Skënderbej ata? Pik plumbi ecin. Ndaloj të mos ecin. Po i ndalovi pra. Problemi është që po i lejon tani, dhe unë me këtë s'jam dakord. Jo, nuk po i lejon, ajo është krenare që i ka ndaluar këto monopatina. Jo, shumë mirë, dhe unë jam krenare që u ndaluan, ta them realisht. Sigurisht, unë nuk jam fare krenar, dhe me thënë unë jam kundër asaj që ju thoni, sepse kjo është një mjet që ju ka zgjidhur çështjen 10.000, mbi 10.000 qytetarëve. Po, i ka zgjidhur, po ka çuar në spital me 10 të tjerë. Po, edhe makinat. Ju apo një statistik, ka 1.000 të vdekur 5 vitet e fundit në aksidente me makina, dhe ka 8.000 të plagosur rënd. Që kishin hypur aty këshin hypur Tereza. Më thuaj pak ato adoleshentët, se ti nuk e kontrollon dot ato, ti a lë dhe adoleshentëve ato. Po, ti heqim. Po pa tjetër, mo pa tjetër. Adoleshentët dhe... Po mirë, mo dakord, po cilat do janë rregullat tani? Se për t'i lejuar kështu, më mirë të krijohen rregullat njërë, pastaj të lejohen. Atëre këtë tha ministri. 30 ditë tha dhe do bëjë rregulla. Kaluan 120 ditë dhe s'ishin rregulla. Atëre,
Çfarë të bëjnë ata që janë rëmbyer pronat? Çfarë të bëjnë ata që Ata ti marrin se kanë të drejtë kanë pronën e tyre. Nuk i marrin dot, sepse janë komisariat. Shpjegoj për qytetar, çka ka ndodhur. Ai thot kështu, polici. Më jep faturën që ke bler këtë, që është fatura. Pse duhet ta mbaj unë faturën asaj? Nuk kam 6 vjet që e kam bler. Nuk kam 6 vjet. Unas diamanti që duhet ta ruaj faturën, për çfarë duam faturën? Fatura duhet derisa del nga dyqani, 30 metra, e ka thënë mentor Kikia. Për kaq duhet fatura. Jo, e thot ligji, s'ka nevojë ta thot mentorin, sepse thot ligji për faturën dhe fiskalizimin. Kërkimi është njësoj si të thuash, më sill gjyshin që të ka vdekur, që të vërtetoj që ti je pronar. E kuptoj, po gjyshi ka vdekur, si ta sjell? Dhe nuk e lirojnë mjetin. Do me thënë, ideja është që komisariatet në këto momente janë kthyer në hajdut. Pa kanë vjet në rëmbyer. Si e mo, hajdut mos e thuaj ti. Po ta marrun këtë gjën këtu dhe tani ti ki qa jam? Hajdutje. A, të keqen vlaj. Të po thot ai. Ai po thot që unë jam pro rregulla dhe unë jam me ty. Që këta janë të rrezikshëm në rrugë. Dhe çka ka ndodhur tani që ta di dhe Rigelci. Tani kanë filluar të dalin fshehurazi. Po, i kanë parë. Dhe po ikin me një shpejtësi të tmerrshme, më keq. 70 km/h. 80 km, po ja fuson tani për ta bërë të frikshme. Po vetë isha në makinë, kur kaloi njëri kështu, i doli për... Ne po ecim kështu, na doli këtej... E di pse? Vetëm Zoti na shpëtoi. Ishte një 15 vjeçar dhe policia e kishte akuzuar për aratisje nga policia. Shumë mirë ka bërë Se povoziste me monopatin. Pra akuza e tij pa njoftuar prindrit e mbajnë te komisariati 6 janë disa të mitur që i mbajnë aty pa psikolog, pa njoftuar prindrit, i kanë terrorizuar. Që do të thotë, në qoftë se ka rregulla, në qoftë se e 16 vjeç dhe nuk lejohet ta përdorësh, nuk lejohet. Merr prindin, veri gjobën. Po mos ta lejoj prindi njëri pari. Prindi, mos ja blej prindi. Ajo goca ime plasi duke më thënë, dua monopatin, s'është për ty pik kaq. Po patjetër, po ka të tjerë që janë punëtorë, që janë për këto rregulla, do mi përmendesh pak në përmbledhje rregullat. Rregullat i ka gjithë bota. Së pari është korsija. Pra të ndjekin korsit e bicikletave edhe këto, sepse ka dhe shumë bicikleta elektrike. Po plasen me bicikletat, po plasen me ne, thua. Se bicikletat elektrike kanë njëjtën shpejtësi, pse nuk i ndalojmë dhe ato? Së dyti, të përdorin skafandër kokore, cilat mbrojnë kokën dhe mjetet sigurie. Po njerëzit rrugë, edhe njerëzit dalin me skafandra? Së treti, të respektojnë shpejtësin, pra të mos kaloj. Gjermania e ka 25%, ka vendet tjera që e kanë deri, më falj, 25 km. Ke gjoba dhe për ata më? Dhe mosh. Po më gjoba më. Po nuk vendos do të gjobë pas pa të regula. Pra duhet regullat që të vendosim gjoba. Po ti shkua tani ti bëj me targa dhe këto. Atër makinën të rëmbejnë, po parkove keq. Tani këtë s'kanë si të rëmbejnë, po s'ka regullat. A, mund të targohen këto? Mjete? Në sekundë, Në sekundë, targohen. Oke. Përsërit edhe njërë akuzën... Ka dhe një gjë tjetër që unë dua ta them dhe që më shqetëson më shumë se këto tjerat. Monopatina është një mënyrë që qytetarët kanë gjetur për të kursyer. Pra, gjetën makinën me gaz, u dyfishuat çmimi i gazit. Gjetën makinën elektrike, u dyfishuat çmimi i pikave të karikimit të elektrikeve. Gjetën makinat nga Korea, u dyfishuat çmimi i doganave këtë vit. Tani gjetën monopatinën, e rëmbyen dhe monopatinën. Kështu që këshilla ime për qytetarët është kur shikoni ndonjë mënyrë për të kursyer, mbylleni gojën. Se të taksojnë, t'i marrin, t'i rëmbejnë. Unë të falenderoj shumë që ishe me akuzën tënde në Bardhazi. Do të dëgjojmë bashkë. S'kemi monolog? Oke. Do bësh në një përmbledhje ti? Përmbledhje të sotmen? Po, se gjithë surpriza pas ka qenë në këtë emision. Dëgjoj, që kisha qefën të bëja një përmbledhje, ja ta them tani për një sekundë. Po? Po, e kam këtu. Përmbledhja ime është një tekst që ka përkthyer Elmas Fida, që e përshëndesim, që është shumë i bukur dhe duhet që ta kenë të gjithë njerëzit në mendje. Kur mos besoni versionin e njërës palë, pa dëgjuar dhe versionin e palës tjetër. Unë e kam parim të. Ai që mund të shtiret si ëngjëll i pafajshëm, në fakt mund të jetë djalli i mallkuar. Madje një arab i mençur ka thënë, nëse të vjen një rapal që e ka një sy të nxjerr, prap mos e beso, se ndoshta palës tjetër ja ka nxjerr të dy syt. Kështu që të jemi të kujdesshëm, kjo ishte një thyerje e vogël që e bëm në këtë rast. Ju falenderojmë dhe takojmë javës tjetër. Miqtë e emisionit Bardhazi, ne ju themi natën e mirë për sonte dhe miru takofshim të premten e ardhshme këtu në ABC.